Prof. Vetëm desha të shtoj një gjë. Mendoj që kjo seancë për amendamentet gjithashtu do t'i shërbej vetëvendosjes për ta lënë në nhije. Janë të gjithë në lojën e vetëvendosjes. Për ta lënë në nhije atë urgjencën e presidentit, zgjedhjes presidentit, sikur po i presëm. Nuk besoj që vetëvendosja e ka ftu sot listën sëpse. S'ma merr mendje. Po ndoshta e ka ftu, nuk e di. Nuk po e di, po s'ma merr mendje pas qëndrimit tyre ndaj listës sëpse. Nuk besoj që e ka ftu. Kryetarja parlamentit e një. E përdor këtë seancë për ta lënë në hije këta minutat e fundit që po kalojnë për zgjedhjen e presidentit. Dikur kam pas një përshtypje që sepse këto shkelje po i bëjnë deputet e kuvendit. Kjo tregon edhe për nivelin e përfatësimit që e kemi në kuvend. Dikur kam menduar që bërja deputet ose futja në listë fillimisht nga partitë e njerëzve që s'kan kredibilitet për të bërë deputet, është ma shumë neglizhencë. Dita ditës po binda që është pikrisht e qëllimshme, që në kuvend me pas njerëz që s'kan problem fare me shku kundër kushtetutës. Dhe në këtë mënyrë mja ullë edhe autoritetin edhe kushtetutës, po edhe rendit kushtetues në vend. Të cilën amandamentet sopi bie 14 vite pas që kishte një gjykim gjykatës kushtetuese edhe për këto, për disa elemente u panë edhe problematike të këto amandamente, prof. Edhe kjo është një farë absurdi, apo jo? Ne ka trajtu disa amendamente, jo vetëm për president, por... Po i ka trajtu edhe këto? Po i ka trajtu, por... Rrjedhimisht nuk janë bërë ndryshimet kushtetuese as në atë kohë? Nuk janë bërë ndryshimet kushtetuese, për atë arsye se kanë qenë të palejushme. Dëgjom, si është problemi? Problemi është ky proces i zgjedhjes së presidentit është kompromituar politikisht. Mënyra ose qasja për zgjedhjen e presidentit është pa precedent, nuk ka ndodhur në historinë e re politike dhe parlamentare të Republikës Kosovës. Nuk ka pas probleme kushtetuese apo ligjore, ka pas probleme të mendësisë politike dhe mos përgatitjes së këtyre deputetëve për të qenë në nivelin e kulturës politike dhe kushtetuese. Do të thonë takimet e cilat janë bërë, do të thonë me subjekte politike kanë qenë të paqarta dhe të errta. Do të thonë nuk kanë pas ndonjë perspektivë ose nuk kanë pas ndonjë preferencë të njerëzve ose njohuri se çka po ndodh. Do të thonë kanë qenë tepër të paqarta, të pavendosura për shkak se subjekteve politike tona në Kosovë i mungojnë liderët. Kështu që i vetmi lider që është Ramush Haradinaj, por nuk ka mbështetje. Fuqi politike. Nuk ka fuqi, domethënë votuese, respekti mjaftueshëm. Rruga për me dalë për kësaj situate. Po dua të them edhe pak për amendamentet kushtetuese, ku ndryshon amendamentet kushtetuese, ato kanë pas vetes edhe ligjet. Për shembull, nëse ndryshohet me amendament ndryshohet kompetencat e presidentit